Një tjetër aksident tragjik me pasojë humbjen e jetës është shënuar mëngjesin e kësaj të hëne në rrugët e Lushnjës, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë rrugore në zonë. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Çerm Proshk në aksin rrugor Çerm Divjak. Sipas informacioneve paraprake, 71 vjeçaria Ike Dervishi ka qenë duke tentuar të kalojë rrugën nga njëra anë në tjetrën kur është përplasur nga një motociklet që drejtohej nga 24 vjeçari Leandro Gjillari. Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe për shkak të plagëve të marra, e moshuara ka ndërruar jetë në vendngjarje pa mundur të marrë ndihmë mjekësore. Menjëherë pas aksidentit në zonë kanë bërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Drejtuesi i motocikletës është ndaluar dhe shoqëruar nga policia ndërsa po kryen verifikime për të përcaktuar shkaqet e aksidentit dhe përgjegjësitë ligjore. Ky është aksidenti i dytë me pasojë vdekjen në rrugët e Lushnjës gjatë 2 ditëve të fundit. Një bilanc tragjik që ngre edhe një herë alarmin për kujdesin në qarkullim, si nga drejtuesit e mjeteve ashtu edhe nga këmbësorët. Hetimet për ngjarjen vijojnë.